ndërtuesin e kishës sonë të shkatëruar, Imzot Anastasin, i cili është një figurë politike që do të kutkohet në jetët të jetëve. Po sot, Mitropolia jonë, kisha jonë, vjoqeza jonë, të gjithë besimtarët janë mbledhur të kremtojmë për herë të parë emrin e mitropolitit tonë të dashur, Imzot Anastasi. Të dashur motra dhe vëllezër, në radhë të parë dua t'ju falenderoj dhe të uroj për praninë tuaj që keni ardhur këtu të falenderoni Zotin, t'i falemi shenjtit të ditës, të përkujtojmë Imzot Anastasin, njëkohësisht të kremtojmë gëzimin e mitropolitit tonë që mban emrin e Anastas Persianit. Për shumë vjet o kryezot, të falenderojmë se brenda një kohe mjaft të shkurtër, jo më shumë se 4 muaj, ke marrë në dorë frenat e një mitropolie të shenjtë, e cila ka emër të madh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në barë Patrikanën Ekumenike, një metropoli e nderuar dhe dëgjuar, që kanë nxjerrë shumë hierarkë, kanë nxjerrë shenjtorë të mëdhenj, si Nikodhimin edhe Jakovin, kanë nxjerrë evergjetë, dimëtarë, shumë të dëgjuar dhe të respektuar, që në të gjithë Shqipërinë, 80% e tyre kanë bërë vepra bamirësie në qytetin tonë, në vjoqezën tonë, duke ndërtuar kisha, faltore të shenjta, spitale, përkraje sociale, dhe në këtë mënyrë emrat të tyre duhen kujtuar. Është një nder i madh për ju që të drejtoni këtë mitropolit të shenjtë, e cila, siç e thash edhe më sipër, mban një emër të nderuar, por njëkohësisht, duke qenë një nxënës besnik që ke filluar jetën që në fëmijëri në besimin tek Zoti, nuk më të lejmë pa përmendur ata që për ty dhanë diçka, si Imzot Kozmajin, Imzot mitropolitin e Beratit Ignatin dhe njëkohësisht kryepiskopin ton Anastas, që të deshi aq shumë dhe që trashëgon këtë emër kaq të madh dhe të rëndësishëm. Nga ana tjetër dua të them se duke qenë një markë e këtij lloji, duke qenë një nxënës i zelshëm, ke marrë nga më të mirat dhe s'ka se si që nuk mund të jesh ndryshe, sepse gërshetohet Trimëria Vlonjate me mësimet, me qytetarinë e i Korçës dhe ti i denjë që ta marrësh përsipër qeverisjen e kësaj mitropolie sipas mësimeve të tyre, sipas mësimeve të shpëtimtarit ton Jesu Krisht. Dua të falenderoj vëllezërit nga Greqia që kanë qenë gjithmonë pranë nesh, që kanë ardhur dhe të kanë falenderuar dhe të kanë uruar. Edhe unë në emrin tuaj i falenderoj dhe respektoj që gjithmonë janë të mirëpritur të vinë edhe të vemi, sepse kështu do të jenë ndërmarrje të ndërsjellta dhe do të kemi njohje nga njëri tjetri. Njëkohësisht dua të falenderoj klerikët e qytetit të Vlorës, vëllezërit tanë bashkëmeshatar, bashkë me një pjesë të mirë besimtarësh që kanë ardhur të urojnë për këtë emër dhe të kesh gjithmonë në lutjet e tyre emrat e përveçëm. Dhe së fundi, por jo nga rëndësia, dua të falenderoj prindrit, familjen tënde, të cilët të lindën, të rritën, të edukuan, të dhanë mësimin përkatës, dhe sot ata janë të lumtur, sepse qenien tënde ja kanë dorëzuar Perëndis. Prandaj nder dhe lavdi për këta njerëz që kanë punuar për kishën e Zotit dhe për shpëtimtarin ton Jesu Krisht. Ju falenderoj juve të bekuar që të gjithë, që gëzime të tilla të kemi gjithmonë, edhe paçi bekimin e Perëndisë dhe të Imzot Anastasit, që duhet ta duam, ta respektojmë, ta nderojmë, sepse ai është kryebariu dhe si detyrë kemi që ta mbajmë gjithmonë
në mirësi, në dashuri, në shpresë. Për shumë vjet o krye Zot, Zoti të dhëndët, ditë të shumta, vite të shumta, të mbara, të shëndetshme, bashkë me gjithë besimtarët, bashkë me gjithë popullin e zgjedhur të Perëndisë dhe të dielkezës sonë. Për shumë vjet o krye Zot.